70% e qytetarëve të Tetovës i paguajnë faturat e ujit, ndërsa pjesa tjetër ka borxh në ndërmarrjen publike komunale Shari. Nga ndërmarrja pojnë se qyteti është duke u furnizuar rregullisht me ujë të pijshëm dhe kohë të fundit nuk ka ndërprerje. Apelojnë që faturat të paguhen. Në krahasim me vitet e kaluara kemi një gjendje tani më stabile, diku rreth 70% kemi, por gjithashtu gjej rastin këtu të apeloj edhe për ato 30% qytetarë se nuk paguajnë, që t'i kryejnë obligimet e i kanë ndaj ndërmarrjes së ujësjellësit, pasi edhe dukshëm është përmirësuar edhe gjendja e ujit në qytet, nuk ka probleme të mëparshme të se t'i kishim, tani kemi ujë të pijshëm, kemi gati çdo ditë, edhe çdo lagje është furnizohet me ujë të pijshëm. Por nëse shumica paguajnë për ujë, kështu nuk bëjnë për pagesat e mbeturinave, të cilat tash me koncesion publik i menaxhon kompania Saubermacher. Nga NPK Tetova na thanë se vetëm 35% e tetovarëve kanë paguar rregullisht faturat, por pas marrjes së masave juridike nga kompania private, pagesa në vitin 2025 ka shkuar në 55%. Realizimi mujor është në 35%, kurse vjetor, gjatë vitit 2024 dhe 2025, në fakturimin total, dhe më thonë ka arrit diku të 55%. Këtu e dim që janë marrë edhe masa juridike për qytetarët të cilët nuk paguajnë, dhe për atë kemi një rritje gjatë vitit 2025 në 55%. Gjendja me rrogat është 0-0, dhe më thonë jemi duke punuar që gjatë javës tjetër të mbyllim edhe muajin e 12. Ndërmarrja publike komunale Shari menaxhon vetëm ujësjellësin në qytet, pasi që shumica e fshatrave të Tetovës ujin e pijshëm e menaxhojnë vetë.